Kam qenë e vogël, në moshën 15 vjeçare, para se të mbushja domethënë, ditëlindja ime ishte me 4 gusht dhe gjyshi im ka pas shumë gjendje shëndetësore të keqe. Kishte këtë problemin që kishte humbur dhe kujtesën dhe nuk i mbante mend shumë mirë njerëzit, por nga që ka pas të raporte me mua shumë të ngushtë dhe mua më mbante mend vetëm mua. Ishte një ditë shumë keq, ishte data 1 gusht. Dhe unë në gjyshi them, kam ditëlindje dhe them unë se ishte shumë keq, domethënë shumë spital, erdhi në shtëpi. Edhe i them unë kam ditëlindje dhe ai më thotë që dëgjoj thotë, siç isha ashtu i smur, si dolën fjalët, unë nuk vdes sot pa e bërë ditëlindjen tënde thotë, pa mbushur 15 vjeçe. Edhe i them po jo se ti s'do vdesësh, i them unë, se unë kam qenë shumë e lidhur edhe e vogël, po, edhe e vogël dhe nuk e mendoja domethënë që jam shumë fëmijë kështu. E më thotë, nuk vdes, më thotë pa e bërë ditëlindjen tënde. Edhe okay, ato 2-3 ditë u bë shumë herë më mirë, festum ditëlindjen, bëm një darkë të madhe, e festum shumë bukur. Edhe me datën 8 gusht, domethënë ndroi jetë. Sapo mbaroi ditëlindja ime, 3 ditë mbas të mbaroi ditëlindja. Edhe iku nga botë dhe unë realisht tash sa herë që kam ditëlindje kujtoj fjalën që më thot ai dhe them me vetes, domethënë e mbajti premtimin që më dha. Edhe duke u nisur nga ajo fjalë që më tha, gjithmonë pres që njerëzit i mbajnë premtimet. Edhe kur e kujtoj atë fjalë që më thotë që nuk do iki nga kjo jetë pa festuar ditëlindjen tënde, sa herë që kam ditëlindjen i kujtoj dhe realisht them shumë.